80 vjet ti kisha pas edhe me mlon nana pet nuk ish do këtë pak. Prindi është dashnia jonë e parë, është pika jonë më e dopt, edhe une e kum pas pikën më dopt ata, edhe dyqysh pa vedije e kum kuptu që në ekstrem tu marrë me mendime nana me mungesën edhe e kisha fillu me u bo sikur ajo se m'ja lujt vetit nanën. Ka qenë shumë e dhimshme si procedurë, po për me shkurtu pak se e kum cek edhe në për intervista tjera, edhe tuke pas parasysh që e kemi rastin e njëjtë nuk po dua as ty me të mërzit, e di sa është e zërshme për ty në qëtë rast, edhe pikrisht që është rasti i njëjtë vendosa prap me folë qita, se për një me edhe pjesën me nanën pak e kom diskutu pak ma tepër, po që sare diskutohet për prindin është pak, e unë e du shumë e diskutu edhe publikisht me falenderu për krejt sene që i ka bo për mu njetë, masi unë e kom mundësin edhe mbo aktore edhe jom që kjo që jom pëse mës me falenderu edhe ure e shpresoj që nuk i ku mundu publikun shumë që marrë tepër me ta. Është mirë mu shkëput për arsye se nuk fiton kur gjo me këtë punë. Përveç që nuk fiton kur gjo, nuk e rikthen mo, edhe ti veç e mërzit vetën, edhe e mërzit edhe ata në botën tjetër. Këta ta thot edhe feja, që nuk është mirë edhe ata milion në botën tjetër të qetë. Edhe nështë edhe që kjo u konë që ajo shtytja ma madhe që une kom dasht edhe nëse pjesa deris që shkomri ka qenë shumë magjike, aty sepse mas një kohë shumë të gjatë, mamin e ndjere kom hup në vitin 2008, une pa vedije kom jetu në iluzion të nanës me vitet tana. Edhe nështë është dash shumë herët me bo, se kur e kum bo që të përshëndetje në jëm letu shumë. I qëtë shumë jëm letu që jëm këthy flutra, sa menja nuk ta merë. Sepse unë edhe u bona nan vetë, edhe gjithmonë kum najt ma atë frigën që mos pja përqoj qitë energji edhe qikës. Apo kuptan, mos qika po më ndikohet prej energjisë teme. Pjesa ma ndej kur jëm bo nana e ma ka letu edhe ma shumë as një humbje në nanës. Knjena shumë kum pas qetë me kona e gjallë edhe me pa që edhe unë jëm bo nanë. Gjithë se cila prej njëve, edhe unë kom ato momentet që nashta e kom një mungesën e saj të për shumë, të pas parasysh që edhe mu po mbuën 11 vjeqeve që kom hup nanën, por nuk e di pse më bu shumë e fort në këtë drejtim, edhe e maj vetëm bajagi shumë kështu për flasë për ta. Po cili u ko një moment që t'ka mungu mas shumë të. One për veti po e ndaj e para, për të tregoj ty. Në momentin vitin e kalu, mu ka feju vlau, edhe që ato e kom një mungesën mas shumë të. Do me thonë në 11 vjeq që ka ndru jetë mami jam, që ato ka qenë momentin ashta që jem thy mas shumë të, edhe kom thonë, se nuk keme pa, se na e kena veç një vla, edhe këtë thonë që s'keme pa që të moment. Kështu që e di që mundesh me pas edhe të në e moment cilin që e ke përjetu në ashta mas ronde. Shka i ke thonë vetës që ato momente? E di, une Simonën kur e kom lind me operacion, dhe kur më kalshu anestezioni, jëm kontu pasi trupullt, edhe tezet e mija kanë shumë gjajshmëri motra, do me thonë mami, me motrat e veta kanë shumë gjajshmëri në fizikos me njona tjetrën. Edhe tu i qelë syt, e kur nuk e haraj, u ko një moment, e shisha si trupullt, e kisha pas tezën në dhomë. Edhe unë komenu që është mami. Qaj u ko në momenti që kom thonë, pse s'është që to? E se e di që të njetën shumë ka pas qef ma pa një fmi, unë e di që ajo dikon nga largë e din që e kom një qik, që më ka beku zoti me ta, që kjo ka qenë qaj momenti që kom thonë t'i shkon. Edhe mas një kur ka arë njetë Simona, atëri që shka ka fillu t'u mu letu edhe t'u mu bo ma. Edhe një kosisht edhe t'u mu rënu, se kur jom bo nanëm në qatë herë kum dit edhe rëndësine nanës ma shumë, qka jo ka bo edhe sakrificat e saj edhe krejt.